Stina e qershive, ja arsyet përse duhet t'i hani çdo ditë. Jemi pikërisht në stinën e qershive dhe janë të shumta ata që preferojnë këtë frutë. Megjithatë, diçka të cilën e kemi neglizhuar mund jetë pikërisht një detaj i vogël: bishtat e qershive. Bishtat e qershive, sipas Celticom, janë të mirë për veshkat dhe kanalet urinare, por mund të ndihmojnë edhe në rastin e gurve në veshka. I përgatisni fare lehtë, por më parë bishtat duhet të thahen, më pas në 1 litër ujë i zjeni dhe pini si çaj gjatë ditës. Kështu do të merrni përfitimet e tyre unike. Qershit janë një nga frutat e mrekullueshëm që duhet të jenë pjesë e pandare e dietës suaj, dhe konsumi i tyre në mënyrë të përditshme do të rendisë edhe përfitime të mira për organizmin. Ndaj mos nguroni që t'i keni pjesë të recetave tuaja për të marrë kështu elementet e tyre më të rëndësishëm, siç janë edhe elementet për të sjellë gjumë. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor.